Tema që do shtrojmë këtu te tavolina jonë sot është temë që ka të bëjë me komunikimin. Personin që kam përballë edhe e kam të ftuar është kolegja ime, Elona, dhe do të na japi disa këshilla praktike, mendoj, por edhe disa këshilla që i ka fituar përgjatë viteve, ndërsa ka pas përballë situata të ndryshme, persona të ndryshëm në profesionin e vet, tani me punën që ka. Pyetja e parë, Elona, është sa rëndësi ka që të komunikojmë kur duhet edhe se si duhet. Domethënë dy pyetjet, kur edhe si. Çdo marrëdhënie është e ndërtuar të komunikimit. Qofshin këto marrëdhënie familjare, marrëdhënie shoqërore, marrëdhënie diplomatike, zyrtare, dashurore, të gjitha janë të ndërtuara në bazë të komunikimit. Sa më efektiv të jetë komunikimi, aq e rëndësishme ose aq më mirë ndërtohet një marrëdhënie. Prandaj mendoj që duhet të jetë me karar, si është shpreha në Shqipëri, gjella me krip edhe kripa me karar, kështu që edhe komunikimi duhet jo veç të ndodhi, por edhe të ndodhi në mënyrë efektive, të ndodhi në mënyrën e duhur, në mënyrën e saktë, në mënyrë që marrëdhëniet të ndërtohen. Domethënë komunikimi po thua, që është shumë i rëndësishëm në çfarëdo lloj marrëdhënie. Komunikimi fillon që në moshë të re, që kur jemi fëmijë, që na komunikojmë prindrit, edhe aty janë bazat e para të komunikimit, edhe fatkeqësisht apo fatmirësisht, mënyra se si na është komunikuar që fëmijë, ne e mbartim me vete gjatë gjithë jetës sonë. Pra duam apo s'duam, këto janë barra që ne i marrim që nga fëmijëria jonë, por që te i kalohen. Nëse unë si fiqe do t'i ndaja njerëzit në dy grupe, do t'i përcaktoja kështu. Njerëz që e thonë të vërtetën, atë që e mendojnë të drejtën, edhe e thonë pak vrazhd, me një duket, ndoshta duket si një farë krenaria, po nuk e di qysh mund të përcillet e këtë tjerë, të vërtetën edhe vrazhd, edhe grupi tjetër që të lajnë e të lyejnë, por nuk ta thonë të vërtetën. Cilën nga këto grupacione do kishe qef më shumë, edhe tjetra, nëse do zgjidhnim dy të parë të vërtet, edhe të butë në të folur, a është e mundur të qëndroj, domethënë a është e mundur të ndërtohet një lloj komunikimi i tillë, e vërtet dhe e thënë butë, edhe jo një gjë e thënë vrazhd, edhe të pa vërtet. Domethënë të eliminojmë dy të dyta dhe të mbajmë dy të parat. A të ecim e vërteta e rënd, apo gënjeshtra po e butë që nuk e prish marrëdhënie po vazhdon përpara? Tek cila je, Elona? Unë jam tek e vërteta, gjithmonë, edhe pse ndonjëherë mund të prishim marrëdhënie më shumë se sa gënjeshtra. Mendoj që marrëdhëniet më të fuqishme, më të shëndetshme, janë ato ku jemi të vërtet edhe e themi mendimin ton. Por, mendoj që ndonjëherë duhet patur kujdes edhe si e themi të vërtetën. Në mënyra si jam rritur unë është vërteta është në gjithmonë në familjen time. Në rrethin shoqëror ka pasur që e vërteta është thënë, po është thënë në një mënyrë aq të vrazhd sa pastaj ka lënë pasoja edhe trauma të mëtejshme. E mendoj që duhet të ketë një njësi matëse. Kjo e vërtet për çfarë po thuhet? Apo thuhet që unë Elona po e them të vërtetën se dua të fitoj, apo po e them të vërtetën sepse dua që marrëdhënia dypalshe ose marrëdhënia ku jam të ndërtohet. A nxit për mirë, apo do e prishim marrëdhënien më keq. Apo nxit, apo shkatron, apo ndërton, në qoftë se është për ndërtim edhe për të mirën e marrëdhënies, vazhdojmë me të vërtetën. Në qoftë se, po le të themi, kjo e vërtet do shkatroj marrëdhënien, atëherë përsëri mendoj që duhet thënë, por duhet gjetur koha, vendi edhe mënyra për ta thënë. Një pyetje tjetër, nëse gjendemi përballë një konflikti, jemi zënë ne të dyja, çfarë do t'ishin disa hapa praktik edhe të mirë që do të ndihmonin që atë frustrimin apo mërzin apo s'di çfarë mund të jetë që mund të kemi ndaj tjetrit, të mund ta menaxhonim edhe të dilte përfundimi i mirë. Komunikimi është një
proces shkëmbimi informacionesh edhe idesh. Edhe ndonjëherë ky proces nuk shkon mirë, ndodh konfliktet. Edhe mendoj që ka disa hapa që mund të ndiqen në mënyrë që të shmanget konflikti ose të zgjidhet konflikti. Një ndër to më e rëndësishmja mendoj është të ruhet qetësia. Sa më shumë që të jetë e mundur, duhet të ruajtur qetësia. Një hap praktik është numëro deri në 10 nëse me vete përpara se të flasësh. Nëse nuk ja arrin dot te 10, atë paktën deri te 5 numëro. Hap tjetër mendoj është të dëgjuarit aktiv. Pra, mos dëgjo për ta mbrojtur veten, mos dëgjo për të paragjykuar, për të dalë fitimtar, po dëgjo për ta kuptuar tjetrin, për të kuptuar ndjenjat e personit, pse po e thot, pse ka arritur çështja në këtë pikë. Hap tjetër, mbani radhën. Duhet mbajtur me patjetër radha, jo veç të flasin për një herë, edhe nuk merret vesh në fund dalim më keq se çishim. Duhet mbajtur radha e të folurit. Mos i gjykues, e thash si hap. Mendoj edhe e fundit ndërto, pasi është diskutuar e gjithë çështja, duhet bërë edhe një përmbledhje. Pra fiqe, ti po thua që kështu ka qenë ky problemi, ose kështu je ndier ti nga ajo që unë po them. E kur bëhet kjo përmbledhja, në një farë mënyre ndihmon që ato keq kuptime që janë ndërtuar të eliminohen, edhe konflikti nuk përkeqësohet, nuk merr hapa më të mëdha. Diçka tjetër që ja vlen përmendesh është edhe kur perifrazohet tjetri, pra ti po thua kështu, mos përdor gjuha negative. Ti po thua që unë nuk marr vesh nga kjo gjë, bie fjala, në vend kësaj ti po thua që unë jam e mirë këtu, po mund të përmirësohem këtu, pra më shumë fokusi duhet të jetë në një gjuhë pozitive, ndërtohet. Si shqiptar ne kemi pak të vështirë se kur jemi në konflikt, ai gjaku ynë i nxehtë nuk na lë të qetësohemi. Kur po i thoje këto hapat numëro deri në 5, numëro deri në 10. Qëllimi është të thuash atë që të pengon më shumë, ti prirja, domethënë, në për debate, kështu që ta provojmë. Numërojmë deri në 5. Ai kemi këtë lloj durimi. Një gjë që më ndihmon mua është të shkruaj përpara se të ndodhi konflikti, domethënë kur zakonisht dihet kur je në konflikt me dikë, por i shkruaj ato që do ja them personit tjetër, ashtu siç unë dua. Në letër. Ti shkruaj në letër ose në telefon diku, ose shkoj edhe i them me zë, ku s'më dëgjon një njeri, edhe kjo më ndihmon, pastaj të ruaj qetësinë kur jam në zgjidhjen e atij konflikti. Një gjë që bëj unë, tek e dyta më duket që ndroja pak, po një gjë tjetër që ndoshta njerëzit që priren për ta me një herë, të marrin kohë. Unë e bëj, e kam filluar ta praktikoj, marr kohë. Nuk e zgjidhi aty për aty, se pastaj e di që nuk mund ta menaxhoj për shkak të tensionit apo stresit që mund të jetë mbledhur dhe akumuluar, veç shpërthen gjithçka, kështu që marr kohë, thjesht ndihmon për ta ulur pak tensionin, dhe mos jem në atë vorbullën e ta ballafaqoj, ta them. Kur e bëj këtë, persona po them që janë gati për ta zgjidh me një herë, ose sa po e kanë dëgjuar të veprojnë, thjesht për të marrë pak më shumë kohë, mua më ka ndihmuar. Prandaj është e rëndësishme, mendoj, njohja e vetes, që kur një person e njeh veten si reagon gjatë një konflikti, pastaj di edhe si ta qetësoj veten, që kur hyn në konflikt mos e të thoj fjalën e fundit të parën. Pra ta ruaj qetësinë është shumë e rëndësishme, edhe të dëgjoj në mënyrë aktive, për ta kuptuar tjetrin, pse ndodhi, si ndodhi. Po, pika e dytë, më duket se pikën e dytë ishte duke përmendur ti e kupton, ndërsa është duke fol tjetri që nuk ka qenë ashtu si e ke menduar. Edhe është e rëndësishme, patjetër. Ishte në ato që rendite disa gjërat e lista, shumë shpesh më ka ndodhur që kur ka ndodhur një konflikt, nuk ka qenë fare ashtu si e kam kuptuar unë. Kur e kam dëgjuar anën tjetër më qartazi, ka rezultuar që ishte plotësisht ndrysh. Prandaj komunikimi është i rëndësishëm, që ne të kuptojmë, por edhe të kuptohemi. Okej, Elona, cilat janë sa strategji për një komunikim të mirë?
Mendoj ajo që isha duke folur deri tani, një ndërto, një fat është të dëgjuarit aktiv. Të dëgjuarit aktiv është një pjesë e rëndësishme e komunikimit, qoftë në konflikt, qoftë jo në konflikt. Po për ta përkufizuar çfarë do të thotë të dëgjuarit aktiv. Të dëgjuarit aktiv do të thotë që ne nuk dëgjojmë veç me vesh fjalët që po thuhen, po dëgjojmë përtej asaj që po thuhet. Ti je komplet prezent në tek personi që është duke folur. Nuk po shikon telefonin. Nuk po shikon telefonin. Je duke i ndjekur gjestet, mimikat, çfarë fshihet pas asaj, çfarë duke thënë. Respekti, shumë i rëndësishëm. Para disa ditësh isha duke parë një video në Instagram edhe ishin disa të rinj edhe njëri prej të rinjve ju bën një pyetje edhe po përgjigjesh me sinqeritetin më të madh. Kurse personat e tjerë, siç e kemi në rinin ton shqiptare, ndoshta edhe vende të tjera të botës, po fillon pa të keq, po talleshin me gjërat që atë personi po ndante në seriozitetin e tij, sinqeritetin e tij. Edhe më erdhi keq, edhe isha duke kuptuar që ne si shoqëri nuk dim t'i japim vëmendje, rëndësi edhe respekt personit që është duke folur. Kur e krahasoj veten pse në një shoqëri të huaj unë ndihem më e respektuar, sepse kam vëmendje të plot, të kushtojnë respekt, vëmendje të plot. Për ty është e rëndësishme që të kushtojnë. Mendoj për të gjithë, respekt është e rëndësishme, jo vetëm për mua, për të gjithë. Po, kur po flet me mua nuk kam qejf të shikosh telefonin, është e rëndësishme për të gjithë. Për t'ju përgjigjur pyetjes tënde të mëhershme, përveç cilat janë disa strategji, Elona. Pra, duhet që të jemi dëgjues aktiv, por gjithashtu duhet jemi edhe folës të qëllimshëm. Kur ti më pyet mua për diçka, unë përgjigjem për gjithçka tjetër përveç pyetjes tënde. Pra duhet të jemi të qëllimshëm në komunikim të asaj që duam, sa më të vërtet edhe të sinqert. Gjithashtu respektin e përmenda, duhet të ketë edhe të bëjmë pyetje të hapura. Jo pyetje po jo. Nëse ti do bëje pyetje po jo, komunikimi ynë do kishte mbaruar shumë shpejt. Kur bëjmë pyetje të hapura, ne kemi mundësi për ta njohur botën, botkuptimin, qëndrimin ton, akoma edhe më shumë. Pra është e rëndësishme. Një strategji shumë e mirë që unë mendoj që na ndërton ne si dëgjues aktiv edhe folës të qëllimshëm është njohja e vetes, vetë menaxhimi, edhe vetë ndërgjegjësimi. Edhe fatmirësisht ne si JR kemi seminarin e inteligjencës emocionale. Po, shumë shpejt. Që e bëjmë çdo vit, edhe është i hapur për gjithë studentët. E mendoj që është një mjet shumë i mirë për të na ndihmuar, për të kuptuar në radhë të parë kush unë jam, si unë sillem, kush janë pikat e mia të forta, pikat e dobta, edhe për të zhvilluar pastaj një individ më të mirë. E pse është e rëndësishme kjo? Ndërton marrëdhënie afatgjata, kuptim plota që kanë vlerë për gjithë jetën tonë. Kështu që unë do i ftoja të gjithë studentët të bëjmë pjesë të seminarit në datat në fakt do i publikojmë në Instagram, por në mos gabojmë janë 14-15 tetor në Hotel Sirius në orën 5-7 jeni të ftuar. Për të patur marrëdhënie të shëndetshme, duhet të keni një komunikim efektiv. Edhe ne jemi mirënjohës që kemi mundësi edhe këtë vit ta ofrojmë këtë seminar për ju. Elona, e vlerësoj shumë gjithë që ndave me ne. Faleminderit shumë që ishe në këtë diskutim, muhabet, bisedë së bashku, edhe që dhe përgjigje disa pyetjeve që studentët tanë, unë shpresoj, të rinj që po e shohin, unë shpresoj që do t'i bëjnë tavolinat e tyre, edhe nuk do të shikojnë shokët e shoqet telefonin, po do i shohin në sy për t'i kuptuar më mirë. Faleminderit, fiqe ishte kënaqësi, edhe unë uroj që brezat e rinj do mësojnë të komunikojnë në mënyrë efektive, pa e tallur tjetrin, por duke e respektuar dhe duke ndërtuar njëri tjetrin.